Në tabelën ku dikur shpjegonte mësimet e jetës, sot shkrua një rrugtim tjetër. Ky është Riza Krasniqi, veteran i arsimit në këtë shkollë, i cili për dekada të tëra edukoi breza nxënësish. Janë pikërisht nxënësit ata që e përqafojnë me respekt e madh mësuesin e tyre të dashur. E me të njëjtën vëmendje me të cilën dikur ligjëronte para nxënësve, sot dëgjon udhëzimet për udhëtimin më të rëndësishëm shpirtëror të jetës së tij. Pas shumë vitesh në shërbim të dijes dhe edukimit, tani radhën e ka një prej përjetimeve më të mëdha shpirtërore të jetës së tij. 72 vjeçari nga Gjilani po e përjeton edhe një herë këtë udhëtim, të cilin ja kanë bërë dhuratë familjarët e tij. Pas 24 vitesh, ai do ta përjetoj sërish emocionin përballë çabës së bekuar. Veterani i arsimit rrëfen emocionet e haxhit të parë, momentin kur pa çabën për herë të parë dhe ndjenjat që e kanë shoqëruar gjatë gjithë jetës. Befasësi e këndshme. Unë për veti, kur mora vesh se i kemi dokushërin në Dardan, Kamenic, e ata në njoftuan se janë të interesuar në 7 antar të familjes tonë, shkojmë bedel për antar të familjes tyne, të cilët s'kan arrit me shku në haqë, edhe me të vërtet kam qenë shumë i lumtur që merë momenti për herën e tretë me vizitue këtë vend shajt bekuar. Me të vërtet kjo është e pa shpjegueshme. Vërtet kënaqësi e jashtëzakonshme, sepse vërtet kjo do me thonë se unë për veti në vitin 2003, për herë të parë kur kom shkue, në vizit qabën e bekuar, unë kur kom qenë herën e parë, letët më kanë rrjedhë nga gëzimi. Ata ma merr mendja që edhe ma tepër do të arrin emocionet, mrekulli e Zotit që njeri e ndin veten shumë të lumtur edhe për me shpjegue krejt se si është e pamundur, por është e vërtet që një fakt, argument që pa e përjetue vetë nuk mundesh me shpjegu se çfarë kënaqësia ose mrekullia është. Por kësaj here emocioni është edhe më i veçantë. Këtë vit, ai niset për në haqë së bashku me vëllezërit dhe familjarët e tij, plot 11 antar nga e njëjta familje. Një udhëtim shpirtëror që po jetojnë bashk, për ta kthyer në një kujtim të paharruar familjar. Këtë vit kemi me shkue 7 antar të familjes tonë këtu, edhe 3 të familjes Dardan, Kamenic, gjithsej 10. Edhe vjera e qikës teme, 11, jemi një ekip që shkojmë, a kur i shtohet kësajna se edhe në mesin tonë është edhe Hoxh Ilmi Krasniqi, i cili do të na kujdeset për neve dhe do të na udhëheq, edhe shumë herë kë mbi 2-13 herë e ka vizitua qabën dhe ka tradit për organizimin që do të bëhet në vend shajt bekuar. Dhe me shku e me tjerë. Jo, vërtet kënaqësi e madhe kur me antar të familjes shkon atje, kjo është e pashpjegueshme. Shumë është diçka e jashtëzakonshme, a vetëm është kënaqësi, por kur shkon me familje dhe me grup, kjo është hala edhe diçka shumë ma interesante. Mes lutjeve që do të bartë me vete në Mekë, një vend të veçantë zë edhe Adheu. Mësuesi nga Gjilani thot se do të lutet për paqe, mirësi dhe një të ardhme sa më të mirë për vendin. Pa ndërprej do të bëj lutje, edhe lutja ime është e para që Kosova të
të shlirohet nga okupatori sërb njëherë për gjithmonë. Dhe të jemi të lirë në të ardhmen. Në Medinën e Ndritur, pranvarit të njeriut më të dashur për besimtarët, ai do të ngrej lutje me shpresën për ndërmjetësimin e tij. Me na shpëtuar në ditën e gjykimit krejt muslimanët. Kjo është dëshira e imja dhe lutja ime që do të baj. Kur ta vizitojmë edhe varrin e pejgamberit alayhis salam. Po nisë drejt haxhit së bashku me 10 familjar tjerë, një rrugtim i veçantë për këtë familje, një ndërthurje e bukur e dijes, përkushtimit dhe shpirtit.